rregullojmë ciklin hormonal, që e cekë edhe kolegja, që është shumë i rëndësishme dhe faktorje tek për gjumin, prodhimin e kortizolit. Dhe të njëjtën kohë prej aty fillan prishet cikli prodhimit e melatoninës që duhet mu bo gjatë natës. E mos flasim që gjatë ditës abuzojmë mas madhe me sasinë e kafes, në rast të parë që e pim numrin e kafeve, edhe në orët e vona, po edhe gjatë ditës, sheqerit e prume, kryesisht karbohidrateve thjeshta që i marrim, me sasi ushqimit, do më thënë, që e teprojmë. E mos flasim që shumë i rëndësishëm për, do më thënë, darka, ose vakti... Ku gabojmë, çfarë gabimesh bëjmë në raport me ushqimin? Cilat janë ushqimet e ndaluar, apo them të paktën pjesën e mbrëmjes? Gabimi kryesor është që gabojmë është me orarin. Me orarin. Edhe me disiplinën. Një ndër gabimet kryesore që bërë në raport me ushqimin është kjo. Pastaj është sasia, edhe e treta është cilësia. Edhe zgjedhjet, normal. Në më thënë, nuk i balancojmë vaktet. Deri në orën sa me hangër? Maksimumi 7:30, më varet. Për ata që flej ma unë, të paktën 3 orë para. Mu për mdoket që i unë të smerë gjumi. Nëse ke hongër gjatë ditës mjaftueshëm, edhe i ke marrë ato krejt vlerat ushqyse që duhet, i ke balancu vaktet, a mu një periudhë gjatë që e ke bu një disiplinë, nuk kime pas nevojshme me hongër para gjumit. Për bes ma shumë për mdo këtë shqiptarë që onë gjysë natës të undë, e me shku të frigoriferi, se sa që... Unë me që kemi që regullu shprehit. Edhe për rëndësit madhe kanë shumë shprehit. Për arsye se nëse nalesh e me ndamë, për shamë Resul, kur kemi qenë na fëmi, për shamë edhe te, edhe unë e kom përjetu, kur kemi qenë fëmi, e ke pas vaktin, një farfur me ke arpi i shkollës, ose pare se me shku në shkollë, ke hongër buken, kur je këthy prap ke hongër vaktin dhe nuk ke pas, më thënë, nuk të ka shku mendja për ushqim. Thënë, nuk ka një zdo familje, i kemi pas shprehit. Mendoj që tash në të shregullu edhe i kemi mundësit edhe kemi zgjedhje. Ofrojmë, për shamë, mbushim frigoriferin plot, ato dollapet i mbushim plot, edhe momentin që jemi në shpe, normal se në i parë që bojmë, ka të hapim frigoriferin edhe hapim dollapet. Po më intereson edhe aspekti i ushtrimeve, rutinat që i kryojmë me sport, me meditime, gjëra tilla. Ku ga bëjmë na që e lëm veten pa gjumë? Është shumë rëndësishme, do me thonë, stili jetës. Më përfolin aspektin e yoga. Do me thonë, yoga është një stili jetës. Edhe kanë shumë rëndësi ushtrimet fizike, po edhe teknikat e frymarrjes, që ndihmojnë shumë për me largu stresin, mu relaksu, edhe për me pas një gjumë ma cilësor. Se nuk ndikojnë në sasinë e gjumit, por ndikojnë në cilësinë e gjumit. Edhe për shembull në yoga, te mund është me fillu me teknikat yoga, që mund me bo prej moshave të vogla deri te moshat ma të vjetra, për shembull ata që s'kan mundësi me bo ose kanë probleme shëndetësore, diçka nuk mund me bo ushtrime fizike. Ka do me thonë llojet yoga, për shembull siç është yoga nidra, që mund me bo ma shumë, do me thonë e bën pozitën e shavasana, është një pozitë e relaksimit, edhe e bën qatë pozitë. Edhe ndikon shumë në përmirësimin e gjumit, qetësinë e trupit, trunet, po të njëjtën kohë të marrë edhe vetëdijshëm të përgatit për një gjumë. Po aktivitetet fizike? Po, edhe aktivitetet fizike. Edhe aktivitetet fizike ndikojnë shumë. Po për shembull nuk është preferueshme me bo shumë aktivitete fizike para kohës gjumit. Nëse bën yoga për shembull se ka lloj... Se çfarë ndodh? Nëse aktivizohesh shumë? Po, se krijohet